Kur shkoi profeti sallallahu alaihi wasallam tek familja e vajzës së tij, te Fatimës, tashmë ishte bashortja e Aliut, pyeti ku është burri yt? Tha, patëm një, po themi, një konflikt, një debat me të, o i dërguari i Zotit, dhe u mërzit dhe doli nga shtëpia. Pra, ishte bërë një debat, po themi me fjalë, një polemik në familjen e Fatimës, që vajza e profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe si pasojë e këtij debati, kësaj konflikti, nuk kishte dalë gruaja, po kishte dalë burri, kishte dalë Aliu prej shtëpie, dhe kjo është gjëja më normale, sepse njeriu del shpeshherë për të shuar debatin, shpeshherë për të reflektuar, ndoshta edhe në formë reagimi dhe proteste ndaj asaj që është bërë. Niko që ne gjithmonë në debat shpeshherë në qesharake, ajo që duhet dali, të shkoj patjetër tek shtëpia e prindërve të saj është gruaja. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk u mor më shumë se sa më gjatë, po shkoi dhe e kërkoi Aliun radiallahu anhu dhe gjeti në xhami. E gjeti të shtrirë në xhamin e profetit alayhis salam, dhe xhamia nuk kishte tapet. Ishte me dhe, siç është transmetuar, dhe ishte shtrirë mbi dhe. Edhe shkoi dhe e goditi me majën e këmbës së tij të këmbët e Aliut dhe tha, kum ja Aba Turab, ngrihu o njeriu i dheu, sepse ishte shtrirë mbi dhe. Edhe me një komunikim prindëror, atëror, shpirtëror, siç e karakterizonte profetin sallallahu alaihi wasallam, arriti që thuash t'ja largoi, nuk u mor me detaje, kush e pati fajin, pse e pati fajin, nuk u mërzit, nuk e paragjykoi rastin prej fillim. Zakonisht prindërit e vajzës gjithmonë kur dëgjojnë një konflikt, çfarë ndodhi, çfarë tha, pse të mërzite kështu me radhë, por me një dashuri prindërore, sepse prindi i çdo kujt, qofti i nusës apo i djalit, duhet ta shoh pjesën tjetër si fëmijën e tij, si pjesë të familjes së tij. Nëse ka dëshirën që të mbetet në familje, shpeshherë është i lirë është transmetuar dhe është me fakte që shumica e prishjeve të lidhjeve martësore vijnë nga ndërhyrja e prindërve, të njërës palë apo palës tjetër. Ndoshta me niyetin e mirë, por sepse marrin menjëherë pozicion mbrojtës, pozicion aman ta ruajmë vajzën tonë, aman ta ruajmë djalin tonë, mos i bëhet padresi, nikoj që po t'i qaseshin kësaj që këto janë fëmijët tanë, janë njësoj. Siç e kam vajzën time, kam dhe ëndrin tim, atëherë Zoti do të jep zgjidhje edhe për këto situata të tilla. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë rast na tregon pikërisht, po themi, e ngre ato prej dheu, si thuaç ja bën që të harroj sikletet dhe angazhohen në diçka që është shumë më e madhe se sa kaq, sepse kjo botë mbaron. Edhe me lumturinë më të madhe, edhe me vështirësitë më të mëdha, të gjitha do të mbarojnë, por mbetet ajo që e përmendë prej fillim, që simboli i lumturisë dhe i çiftit më të lumtur është Aliu dhe Fatimia, të cilët kanë patur edhe vështirësi të mëdha materiale në jetën e tyre, por kanë patur her pas here dhe po themi polemika, debate, por që të gjitha janë harruar pikërisht me këtë dashuri prindërore, me këtë angazhim në diçka që është më e madhe se sa ai konflikt apo ajo polemik që ka ndodhur mes çiftit.